Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shenjës së Gaforës. Do bëjmë leximin e radhës për ju të dashur dhe titulli. Me shikim të parë, leximi të juaj është të ndjesh është fuqi, por vetëm nëse vepron nga qëllimi, jo nga rrëmuja, që duhet patjetër, të veprojmë nga qëllimi jonë është të arrijmë diku, të krijojmë diçka, por jo që duhet me doj mos kur të vje, si themi aty në fund dhe tani po veproj, në atë kuptim. Me një mesazh, po nisim me Perandorin, me një mesazh të drejtë për drejtë. Nuk ke nevojë, nuk ke më kohë për të qenë pasiv. Jeta jote ka nevojë për strukturë, jo vetëm për ndjenja. Ka ardhur koha që të ndërtosh vetë si themel për atë që dëshiron. Jo të presësh dikë të dashur Gafor të japë, dikë tjetër të japë siguri. Do shta është më e lehtë pa u munduar vetë. Mund të jetë e kundërta, dikush po pret nga ju, por që merreni ashtu siç është të dashur Gafor. Kaosi këtu që më del thotë të përplas me të vërtetën, diçka është shëmbur. Një besim, një marrëdhënie, një iluzion për jetën që doje të kishe. Mund të jetë ndjerë si humbje, të dashur Gafor, por në fakt është çlirimi që nuk doje të kërkoje vetë. Aman ta bëj dikush tjetër, mos të vinë nga mua. Të është marrë ajo që të mbante në vend, në mënyrë që të kujtohesh se s'mund të ndërtohet gjë, asgjë, lidhje, punë, biznes, marrëdhënie, mbi gënjeshtra, çfarëdo që të jetë. Babai i tokës ndryshe është burimi i stabilitetit të mbrëmshëm që duhet ndërtuar tani. Jo me ndjenja që luhaten, por me vendime të tokëzuara, të vendosura, këmbët në tokë, të dashur Gafor. Të qarta, të mbështetura në vlerën. Ti duhet të kthehesh gjërave themelore, kujdes për veten, financat, rutina ditore, sepse vetëm kështu fuqizohesh vërtet. Të dashur Gafor, kemi gjykimin, një ftesë për të ndjekur thirrjen e shpirtit tënd, jo të frikës apo fajit. Ti je thirrur për diçka absolutisht ta them më të madhe se sa drama ku e zhytur kohët e fundit. Pusho së analizuar i rrënohet dhe nis ndërtimin. Kemi tendencën të gjithë njerëzimi të qahemi e të ankohemi për gjëra që nuk ma bëri, më tha, më shkatëroi, më bëri, më. Por asnjëherë s'mendojmë që në atë rrënoja duhet pastruar dhe duhet rindërtuar. Pra, rruga është para teje, por kërkon guxim që ta shohësh. Guxim të veprosh, të dashur Gafor. Dashuria apo dy të ujit të ndryshe të fton në lidhje të ndershme, por kjo nuk do të thot patjetër romancë me çdo kusht. Kjo të thot apo e trajton veten si dikë që meriton dashuri të vërtet? Nëse jo, tani duhet të ndalim këtu. Ne qahemi, po e marrim për një person që mund të jetë një situatë absolutisht komplet tjetër. Qahemi, ja, personi nuk po ashtu, nuk po më jep atë që dua, dhe kërkojmë nga i verbëri sy. Ai s'po të jep dashurinë që meriton. Pse je aty? Ju s'po menni rrogën, nuk po menni vlerat, nuk po ju vlerësojnë aty ku jeni, kudo çfarëdo që të jetë. Pse qëndroni aty? Faji kujt është, të dashur Gafor? Ma thoni. I imi që qëndroj aty, apo ai ati që s'më jep asgjë? Përgjigjen e dini. Apo i trajton veten ku ngel aty si dikë që meriton dashuri të vërtet? Nëse jo, nuk ka marrëdhënie që mund të mbush bëshllëkun që vjen nga praktikja e vetes. Kjo është ajo që duhet të them. Askush nuk mund t'ju jap atë që vetes ja mohoni. Kjo është pra ajo që po them. Pra, të dashur,
Dua të mbyll me gruan shëruese, ta them leximin e juaj, do thot ti pasqyroj letrat se ka akoma lexim, me një thirrje për të besuar në instinktin tënd, por jo për të fshehur pas tij. Intuita jote e fuqishme për duhet ta përdorësh për të vepruar, jo vetëm për të perceptuar. Nuk na bën asnjë të lumtur. Po s'qem vet. Jo vetëm për të perceptuar, siç është, ajo që ti e ndjen është e vërtet, duhet të pasqyrohet në zgjedhjet e tua. Çfarë ju këshillojnë letrat? 1. Të keni parasysh të dashur gafor. Ndërto një rutinë të re që të jap ndjesinë e toksinit me këmbë në tokë. Fillimi thjesht, por i qëndrueshëm. Lëri pas ato marrëdhënie që mbajnë emocionet e tua peng. Dashuria nuk duhet të jetë një fush betej. Vetë fjala dashuri, jo luftë. Përdor dhimbjen si lëndë djegëse për rritje. Jo të digjesh vetë. Çfarë mësove dhe çfarë nuk do të përsëritet më. Krijon një ambient të sigurt, të dashur. Krijon një ambient të sigurt. Për veten tënde, fizikisht dhe emocionalisht. Dëgjoj zërin tënd të mbrëmshëm dhe vepro në përputhje me të. Mesazhi që duhet marrë këtë javë, qetësia që po kërkon nuk vjen nga tjetri, nga situata, vjen nga forca që ndërtove kur diçka tjetër shëm, si kjo këtu. Në ato rënoja, siç thash që parë, duhet pastruar. Dhëm, absolutisht, jemi njerëz na dhëm. Kujt nuk i dhëm të shëmbët diçka që ke dashur ta ndërtosh apo e ke ndërtuar dhe shëmbur, çfarëdo që të jetë ajo. Por kjo nuk duhet të thotë që do marrim tani të ulemi dhe të çajmë gjë tjetës për ato që çfarë më shëmbur. Jo. Gjërat rënohen, por jemi aty për t'i rindërtuar prapë. Pra, nuk të vjen qetësia, lumturia, pasuria, dashuria nga tjetri apo nga situata të tjerëve. Vjen nga forca që ndërtove kur diçka tjetër shëmb. Ti je më e fortë apo më i fortë se sa e mendon vetë. Por tani është koha për të ndërtuar jetën që do, për të ndrequr atë që s'u ndërtua drejt që në fillim. Dështimi është për ne, njerëzit. Nuk është as turp, as mëkat, as të ndalojmë se jetuari nëse dështojmë. Përkundrazi, dështimet na mësojnë të dashur gafor, forca e kurajo. Më të fortë se kur. Absolutisht. Po ju flet një që ka patur kohë gjatë dështime në jetë.